Kisha pas dëshirë me ndjek një video të Lart Vasilit në zënë Rebek. Çfarë ke nxjerrë? Në kam e të pengo burë. Çfarë? A ndjek me? Ta ndjekim. Jo, unë i them... Video. Një sekund. Po hajtë. Jo, më bëj një foto njerë kështu. Po hajtë ta nëziri fotën për video, sa hajtë fotja? A, nëziri për video? Po. O njerë. Do më thonë... Do me thënë si shna mësuar Rilinda si të është me pushke dhe me pen për më dhenë, gjithmonë, gjithmonë. Bravo. Gjithmonë me pushke pen. Po të përnxon, a? Po. Të vazhdoj në rrugën e babajt dhe të mamas. Bravo. Nusën e murri? Po. Nusë e pas ka doli mirë se qiti push? Altin e qiti, po pra në regull jemi atere. Po, atëre qka burë? Qka më të të interesant për mjë, burë, veç më ta unë edhe një verë të Kosovës. Ama jep, E kam një dhe rotë ekskluzive, po. Rofsh, falemderit shumë. Kosova. Ilirian, Ilirian kudo, do me thënë, uroj që të bëheni ndërkombëtarisht jashtëzakonisht të njohur. Ju e sbar gjithandej. Falemderit. Ilirian, ju e sbar. Qka me thonë tjetër, pos me ju... Njifeni në tregu ndërkombëtar. Po, me ju falenderu shumë, edhe nga një mesazh me morë prej Hisniut edhe Enkeledës, Zojnës Rebek edhe Lajeti. Nga mamaja, po. E filloj me mosh, po, jepi mama. Po, një mesazh për ata që po në ndjekin. Edha ma herët mesazhin, po si të që të jetë? Për këta gjithë pjestarët edhe këtu sot dhe ata që në ndjekin në përmjet televizorit, i uroj nga thellësia e zemrës time t'jenë mirë, të kenë shëndet edhe vazhdimsi për të plotësuar të gjitha ëndrat e tyre. Bravo. Hajde Ngelida. Lajt? Femrat për parësia, po jo? Po patjetër, gjithmonë. Në rregull. Atëherë, është nëjsi shumë e madhe, ti është në shtëpinë tënde, Sadri. Faleminderit Në shumë. shtëpinë e gjithë shqiptarëve. Faleminderit shumë për juve që keni ardhur. Unë ndjem shumë mirë dhe mendoj që mesazhi që mund të përcjell është ky. Shumë gëzim, shumë dashuri, shumë mirënjohje për të gjithë ne dhe uroj që kështu bashkarisht kemi gjithmonë vetëm festa dhe çaste gëzimi, sepse mendoj që lumturia, dashuria, gëzimi janë gjëra që nuk kushtojnë, mund t'i falim pa kosto, por me zemër. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën nga ofruat. Dua t'ju uroj një vazhdimsi sa më të gjatë emisionit tuaj. Faleminderit shumë. Siç thamë më përpara që arti është ajo që bën atë bashkimin ton kombëtar. Kombëtar sigurisht që e bëri sonte. Nuk njeh kufi, si jemi sot në këtë emision nga gjithë trevat. Kufit mediatik janë hequr ka kohë. Këndojmë sa më bukur shqip dhe t'interpretojmë sa më bukur shqip. Faleminderit. Urimi për gjithë shqiptarët. Bravo, faleminderit. Dhe për fund, zonja dhe zotëri, Po. i madhe Lart Vasili. Shiko, unë ta kam thënë, unë djem... Thash fituesi moral. Unë djem, sinqerisht, ta kam thënë dhe tjetër, djem si më mirë se në shpinë të sa herë që vi në... A më është e jemja. Po, është e jotja, dakord, po... Ndjemë si shpinë tonë. Më mirë se në shpinë time. Djem edhe, me që ti e ke emërtuar Kojshia Show, në jug ne Kojshis i themi gjiton. Gjitonja, po. Gjiton, sepse janë ata që janë në gjinë ton, prandaj quhet gjiton. Afër gjinit, po. Po, në gjinë ton. Dhe ne për gjithë ndërsheku në gjinë ton, kemi mbajt flamurin, kemi mbajt gjuhën. E vërtet. Edhe ëndra e përbashkët e gjithë shqiptarisë është Shqipëria etnike, kështu që ja uroj sa më shpejt, na e uroj sa më shpejt. Edhe Kojshia ose show të eci sa më gjatë. Faleminderit shumë, Respekt e Lart Vasili, faleminderit shumë që ishe. Faleminderit shumë. Faleminderit. Enkeleda Aribi, faleminderit shumë. Nana Rebek. Faleminderit shumë. Faleminderit mirënjohje nga ana ime. Faleminderit shumë, faleminderit çunave, faleminderit gjithëve që na ndjekat sonte. Mos u mbetet gjë tjetër veç më thon notën e mirë, shihemi Lajtin do ta keni në Kosovë. Po. Së shpejti përsëri. Së shpejti se do të kemi edhe një mision tjetër për të përmbushur. Atë që vetë Sadria ka ndihmuar jashtëzakonisht. Si gjithmonë. Lajti është në qendër të vëmendjes dhe në detyrë. Faleminderit shumë, do të gjeti për